emocion më vete, kur takoj ata që janë patriotët e mi, sa u pa me Leshin, me herë tha, prap u pam këtu, po prap. E sa herë do shihim ne të folklori, se je në moderatorët më të veçanta të shqiptarisë për koncertet folklorike tërve shqiptare. Faleminderit shumë kënaqësi unë dhe gjithë teleshikuesit e dallojnë dashurinë tënde shumë të madhe për folklorin, për pikët e vazhdueshme që bën me këta fëmijë, me këto kurset e vazhdueshme që ata mësojnë instrumenta dhe na ke befasuar jo më larg se festa që kishim në Bog. Ti sot atje dhe na nderove dhe në festën e Çoban që u realizua atje, por kemi ardhur në Vitoj. Hera parë që vini? Po hera parë që vini në koncert në Vitoj. Si vjet kam gjuni kënaqësi të rrallë kur jam ftuar këtu në këtë festë. Kam pritur pa durim. Pëlqen këtu. Tu më pëlqen. Si e rëndësi këtë vend? Ja, a di pse e rëndësi. Me thënë drejtën mëlsia madhe si në Shqipëri, si jashtë Shqipërisë, është një treve veçantë dhe është me të vërtetë nderi i kombit se këtu janë një njerëz të fisnik, këtu është një patriotizëm i rrallë dhe këtu është tamam çerdha folklori vërtet. Është shumë e vërtetë. Samir, mua më pëlqen që them mëlsia madhe një herë dhe që nuk na ndave se janë sa që thonë. Te trojet shifolse, ç'është ai term? Jo, mëlsia madhe. Nuk quhet trojet shifolse, mëlsia madhe. Biles dhe molizi ka pas mëlsi, këtë me patërsi. Jo, tash këtu le të lasin studiuese, mos u bëjmë akademik deri në këtë mas. Mirë, dua këta fëmijë që janë me instrumenta. Ja kjo vajza do vi këtu një herë, kë kemi kështu, instrumentistë të mirë. Kush na vi? Një vajzë e një djalë dua. E djalë, kush do na vi nga djalt? Tani çiftelin u ka mësuar profesori apo e kishit njohurinë se kanë ndonjëri në familje që i bie? Jo, çiftelin na ka mësuar profesori, jam regjistruar tash 2 vite kam që jam regjistruar në ansamblin Art Beslidhja dhe jam shumë e kënaqur që kam mësuar çiftelin. Okej, pse të pëlqen çiftelia? Çfarë të tërhiqte ajo? Është një instrument shumë i mirë sepse ka melodinë shumë të mirë, edhe më pëlqen shumë si instrument. Është si më i mirë në veri edhe në. E shijon kur shkoni në një shfaqje kështu që dini në skenë, ja sot për shkak keni emocione? Kam pak. Ju keni çifteli të varur atje në një gosht aty te Kulla apo jo? S'ka më kull tani. Keni atë pallatin Treguzhin. Jo, nuk e keni kështu të varur. Po kjo çifteli ku qëndron kur shkon ti në shtëpi? Në shtëpi ma shumë ke muri e në tyra unë. Tyra ti, a ngohen komshit për ty që bo, filloj ky prap, jo? Ja, nuk ngohen. Ati ju bën muzikë atyre pa lek. Mendon që ti biesh gjatë? Shumë. Në festivalet pëlqen të marrësh pjesë? Po, kam shumë qejf për marrë pjesë në festivale. Kur ke 5.000 veta përpara, ç'a bën ti? E haron çiftelin apo jo? Ti vazhdon? Jo, asnjëherë. Vazhdoj profesorë. Okej, gjyshi jo ti ka rënë shumë mirë, e di unë. Po. E di unë, po. Na përgjigjon. Duhet ti. Nipi. Nipi jot. Nipi. Shiko, se po nuk e patëm pak në gen, e po se patëm pak të trashëguar, nuk jo lind dashuria pa pritur. 80%, jo 80%, gati 100% të këtyre dhe ansamblit Art Beslidhja fëmijët kanë trashëgimi dhe nga prind. Unë kam mësuar çtelin, por kanë ardhur me një dashuri për çtelin. Mund të kenë 2-3 nxënës nga qenë nxënës që nuk kanë me sforca. Tjerët janë të gjithë me dashuri për çtelin. Bravo, që ta dinë të gjithë teleshikuesit dhe të mos më thonë që po i mban me hatër mirëditorët. Lesh, në masën 90% ose më shumë, në familjet mirëditorët, paktën një është që i bie çiftelisë. Është vërtet. Në çdo familje ka një që i bie çiftelisë. Ashtu është. Si la hutan malsi, është çiftelia mirëditë. Faleminderit, sukses sot. Faleminderit edhe për ju.